Mirë se erdhët. Sot do të flasim për një protagonist që ndryshon vazhdimisht. Një vend plot jete, plot mister. Pyllin. E keni menduar ndonjëherë se sa shumë transformohet ai gjatë vitit? E po, sot do të zhysemi pikërisht në këtë histori të jashtëzakonshme. Pra, ja ku është pyetja kryesore që do na shoqëroj. Si ndodh, si ka mundësi që pylli ndryshor kaq rrënjësisht pamjen dhe gjithçka që ndodh brenda tij? Hajde, le t'i zbulojmë bashkë sekretet e tij stinore. E po për ta kuptuar më lehtë, mund të përdorim një krahasim shumë të thjeshtë. Imagjinoni pak, ashtu si ne ndrojmë rrobat sipas motit, apo jo, kur bën ftohtë, veshim diçka të trash, kur bën nxehtë, diçka të lehtë. E po pikërisht kështu bën edhe pylli. Ai vishet dhe zhvishet gjatë vitit. Kjo është, mendoj unë, pika më e mirë e nisjes për të kuptuar këtë cikël vërtet madhështor. Dhe ku fillon gjithçka? Sigurisht me pranverën. Udhëtimi ju nis pikërisht këtu. Por duhet ta kemi parasysh, pranvera nuk është thjesht një stinë. Jo, është shumë më tepër. Është zgjimi i madh i pyllit, dalja nga i gjumi i thellë i dimrit, një rilindje, fjalë për fjalë. Dhe si ndodh ky zgjim? Është fascinuese, sepse gjithçka ndodh në të njëjtën kohë, si një orkestër. Nga njëra anë kemi bimët. Bora shkrin, ditët bëhen më të gjata dhe shini pak. Lulet e para si lule bora dalin me një nxitim të jashtëzakonshëm. Pse? Sepse duan të kapin rrezet e diellit para se pemët të mbullojnë gjithçka me gjethe. Gjeniale. Nga ana tjetër, bota e kafshëve po ashtu shpërthen. Arind, i riqet zgjohen. Zogjt kthehen nga pushimet e gjata dimërore. Insektet shfaqen sërish. Gjithçka e sinkronizuar në mënyrë perfekte. Dhe ajo që mua më duket vërtet magjike, është se si këto detajet vogla tregojnë një histori gjigante. Mendojeni pak, lulja e parë që çel, cicërima e parë që dëgjon pas gjithë asaj heshti dimërore, apo lajmi që një ari është zgjuar nga gjumi. Këto nuk janë gjëra të vogla, janë sinjale të qarta që motori i madh i pyllit po ndizet sërish për një tjetër vit. Në rregull, pas gjithë asaj energjie të zgjimit vjen kulmi. Kalojmë tani tek vera, stina e gjelbërimit, e bollukut absolut. Këtu pylli është në maksimumin e tij, në formën më të plotë dhe më aktive që mund ta imagjinojmë. Gjatë verës, pylli është si një qytet i zhurmshëm plot jetë. Pemët janë të mbuluara plotësisht me gjethe të dendura, duke krijuar një çati gjigante të gjelbër. Kjo çfarë do të thotë? Ushqim me bollëk për të gjithë. Dhe kjo hije, nga ana tjetër, krijon kushtet perfekte për bimë si boronicat apo fierët që të rriten në to. Për kafshët, vera e stinë e punës më të rëndësishme, rritja e të vejjelve. I gjithë pylli është në lëvizje frenetike, një organizëm gjigant që gumzhin nga jeta. Dhe kjo fjali e thot gjithçka, apo jo? Vera është stina më e gjallë dhe më e gjelbër në pyll. E përmbledh në mënyrë perfekte. Nuk ka nevojë për fjalë tjera. Është thjesht shpërthimi maksimal i jetës. Por çdo kulm pasohet nga një rënje. Më saktë, nga një përgatitje. Pas gjithë atij bollëku, vjen koha për t'u bërë gati për atë që pason. Le të kalojmë tek vjeshta. Dhe është e rëndësishme, nuk duhet ta shohim thjesht si një fund, por si një fazë thelbësore përgatitjesh. Përgatitjesh të arta përpara sfidës së madhe që quhet dimër. Vjeshta është vërtet një sinë me dy fytyra. Nga njëra anë është një spektakël i pabesueshëm ngjyrash, e kuqe, e artë, portokalli. Gjethet bien, dhe kjo rënje lejon më shumë dritë të depërtojë në tokë, duke i dhënë mundësinë kërpudhave të dalin. Por nga ana tjetër, për botën e kafshëve është një garë e çmendur kundër kohës. Ketrat janë në lëvizje të vazhdueshme duke mbledhur ushqim. Arind han pa pushim për të shtuar rezervat e dhjamit. Dhe zojt, ata bëjnë gati valixhet për udhëtimin e gjatë drejt jugut. Pra, në thelb, kafshët kanë 3 strategji kryesore për t'ia dalë mban. E para, mbledh ushqim dhe fute në qilar, siç bën ketri. E dyta, ha sa më shumë që të mundesh dhe bëje dhjamin qilarin tënd, siç bën ariu. Dhe e treta, nëse nuk të pëlqen moti, thjesht largohu, siç bëjnë zojt shtektar. 3 zgjidhje gjeniale për të njëjtin problem të madh, dimrin. Dhe pas gjithë asaj lëvizjeje, gjithë atij nxitimi, vjen qetësia. Heshtja. Le të hymë tani në stinën e fundit të ciklit. Dimri. Koha e pushimit të thellë për pyllin. Një pauzë absolutisht e domosdoshme. Në dimër, pamja është krejt tjetër. Pylli duket sikur po fle, i mbuluar nga një heshtje e thellë. Pemët janë të zhveshura, si skelete që presin pranverën. Bimët e vogla,
Ato janë rehat, të mbrojtura nga i ftohti, poshtë një batanieje natyrale me gjethe të rëna. Edhe kafshët ndahen në 2 skuadra. Skuadra e parë, ata që futen në gjumë letargjik dhe thjesht presin, dhe skuadra e dytë, ata që mbeten zgjuar si ujqërit dhe drerët. Për ta, jeta është një sfidë e përditshme, por natyra i ka pajisur me një gëzof më të trash për t'ja dalë mban. Dhe pikërisht këtu shihet natyra e dy fishte e dimrit. Nga njëra anë, qetësi dhe mbijetesa. Për pyllin si tër është një kohë qetësie, për banorët e tij aktiv është një kohë mbijetese. Mirë, deri tani pam çfarë ndodh. Pam gjithë ciklin stin pas stine, por pyetja e vërtet, pyetja e madhe është pse? Pse ndodhi gjithë kjo? Po, tani është koha të ngrem syt lart, drejt qiellit dhe të kuptojmë arsyen kozmike pas këtij cikli të mrekullueshëm. Dhe përgjigja fshihet tek 2 lëvizjet kryesore të planetit ton, Tokës. Lëvizja e parë e dim të gjithë, rrotullimi rreth vetes. Kjo zgjat 24 orë dhe na jep ditën dhe natën. Një cikël i shkurtër i përditshëm, por është lëvizja e dytë, ajo e madhja, revolucioni rreth diellit, që zgjat 365 ditë. Kjo është ajo që vepron si dirigjenti i madh i orkestrës së stinëve. Por prisni pak, vetëm udhëtimi rreth diellit nuk do të mjaftonte për të krijuar stinët. Ka edhe një element tjetër, një detaj kyç. Dhe ja ku është sekreti, aksi i Tokës është i anuar. Imagjinojeni pak, planeti ynë nuk qëndron pingull, drejt, por është pak i pjerrët, si një top që rrotullohet me anim. Ky detaj, që mund të duket i vogël, është në fakt çelësi që shpjegon gjithçka. Dhe ja si funksionon e gjitha hap pas hapi. 1. Toka udhton rreth diellit. 2. Aksi i saj, siç thamë, është i anuar. Edhe tani pjesa më e rëndësishme. Kur hemisfera ku jetojmë ne është e anuar drejt diellit, rrezet e tij na godasin më drejt për drejt dhe kështu kemi ver. Kur gjatë udhëtimit hemisfera jon anohet larg diellit, rrezet vijnë më të zhdrejta dhe kemi dimër. Ja pra, kaq i thjeshtë në shpjegim, por kaq e fuqishme në efektet e saj. Dhe ja kështu, cikli i pyllit mbyllet, vetëm për të filluar përsëri nga e para me pranverën e ardhshme. Por e gjithë kjo na shtyn të mendojmë më gjëra, apo jo? Tani që e kuptojmë këtë mekanizëm, sa cikle të tjera, të mëdha apo të vogla, fshihen kudo në natyrën që na rrethon, thjesht duke pritur që ne t'i vërejmë dhe t'i zbulojmë